Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Të nderuar vëllezër besimtar, kemi folje për mbajtjen e lidhjeve familjare dhe farefisnore. Dhe përmes disa pikave kemi pa rëndësinë që ka në fe mbajtja e lidhjeve familjare dhe farefisnore. Dhe është pjesë e rëndësishme e fesë sonë të dashur vëllezër besimtar. Andaj për shkak të rëndësisë që ka, po edhe për shkak të rrezikut që ka e kundërta, sot do ta plotësoj këtë temë me një temë të quajtur rreziku i shkëputjeve të lidhjeve familjare dhe farefisnore. Dje kemi po shpërblimin e madh dhe të mirat e mëdha që i sjell, kurse sot shkurtimisht do të përmendim disa pika të cilat vërtetojnë rrezikun dashur vëllezër të madh që ka shkëputja e raporteve familjare dhe farefisnore. Kjo po vjen si dukuri duke u rrit, duke u shtuar në shoqërinë tonë, qoftë duke u zbe raportet familjare dhe duke mos e ndije që kemi ndonjë obligim ndaj të afërmëve tonë, e që nuk është e vërtet. Kemi obligime, jo veç që është sevap, po edhe obligime kemi për kujdes, e me shku, e me thirr, e me majt, e me këshira ko nevoja. E kjo po vjen duke u zbe, dhe subhanallah, sa ma shumë po zgjenohet rrethi me të tjerët, po ngushtohet rrethi lidhjes brenda familje. Pra, sot njerëz kanë bo rrethe, kanë bo shoqënie, kanë bo doste, kanë bo shok pe këtë dyjes. Përmes rrjeteve sociale kryesisht. Sa shok ti ka, sa jarana ti ka, sa e përcjellën e ja bën like, e thot mashallah mirë, po ku jemi rrethin e ku jemi ata që e ki obligim me konë mirë. Dhe dashur vëllezër, disa pika shpejt inshallah taala për të parë rrezikun, sepse këto ligjëratat e Ramazanit të janë si mesazh ashtu edhe për mesazh e Ramazanit, pra si lloj porosi të shkurtra në këtë muaj të bekuar, dash Allah azza wa jall na jep bereqet dhe kemi hajër prej tyre. Hajër që mi maj të lidhje, po edhe runa Zot nëse ka nevojë me intervenu që me rikthy ato ku ka ndonë një shkputje. Por dashur vëllezër, shkputja lidhjeve familjare dhe farefisnore e prish një farë harmonie dhe rahatie brenda në familje. E prish rahatin, harmonin brenda në familje. Nëse nuk shkojnë me zveti, nëse nuk ka raporte, është një farë lloj hup, një farë lloj kënaqësie, rahatie, bereqeti që u konë dhe mbojt ma herët mrena në familje. Ajo mojt duke shku, duke tarë, duke vizitu, duke thirë, duke i ndihmu, duke përkra, duke qështu mojt. E shkëputja e lën njerin kikerik vetëm. E kjo nuk është e mirë. Nuk i bën mirë as krye familjarit, as antarëve të familjes. Dhe dorën zemër, janë qëtë një farë njollë dhe jo të mirë. Andaj, kjo është e para. Dyta në aspektin e fetar, bazuar në argumente të profetit a.s. Hadith e vërtet rreziku i shkëputjes së raporteve familjarë dhe farefisnore është shumë i madh. E para, e kemi përmendje si vlerë, tash është e kundërta. Nëse ndodh shkëputje, çka ka thonë Allahu azza wa jall? Rahim lidhjes, kush të mban ty, unë e mbaj ato, dhe kush të shkëput ty, unë e shkëput në prej ti. Kjo është kërcënim prej Allahut subhanahu wa taala. Kush i mban lidhjet, Allah i mban lidhjet me ta. Kush i shkëput lidhjet, Allah i ka shkëput lidhjet me ta. Dhe kjo mjafton si vërejtje dhe çortim, por edhe me kuptuar rrezikun e dashur vëllezër të shkëputjes së raporteve familjare dhe farefisnore. E para, e dyta,
është kputja e raporteve familjare dhe farefisnore, por edhe jo veç familjare, po edhe prishja e raporteve me një vëlla besimtar, pa arsye, është shkak që veprat mos më pranu te Allahu subhanahu wa taala. Subhanallah. Mundet me të metë namazi, ky agjerim për cilin po lodhesh kaq shumë, e kjo sadake, kjo zeqate, këto vepra të mira, hat me Kuranit, kret këto ngelin pezull dhe Allahu azza wa jall nuk i pranon, madje nuk i shqyrton derisa të mos rregullohen raportet mes besimtarëve. Ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, dëgjon e mirë të dashur vëllezër, ka thonë, i paraqiten veprat, Allahu azza wa jall të honën dhe të ajten. Ngriten veprat në qiell. Veprat tona. Ka thonë, fe yaghfirullah, Allahu i falë dhe i pranon të gjitha përveç ato veprat cilat mes atyre dy besimtarëve ka problem. Dhe thëtë Allahu azza wa jall, dosin e qyty në thëtë shmangën e qytu. Deri sa t'i plotësojnë dhe dokumenta. Si kur që ka ishë me kryna e punë, thëtë nuk e ki dhe qëto, leje qëtu, a ishtë thëtë qëtu si ki mirë, thëtë jo këtu i ki mirë, i ke prua këtu certifikatën e ketë që ka duhet, të janë regullë, ti e fale agjerim e ketë në regullim, këtu s'ti më hënë, mirë po për me vazhdu tutje, duhet me e plotësu dhe qëtë dokument. Dhe kështu për thëtë Allah azza wa jall, për me vazhdu më ngrit tamam dhe me marë pëlqimin për Allah azza wa jall, thëtë duhet më ndreq me zveti. Dhe kjo është të rrezikshme dashur vëllezër. Kjo është të rrezikshme, andaj besimtarit duhet me qenë i kujdesshëm, që mos me leju ose mos me rreziku veprat e tij, mirë, por mos me leju dhe shejtanin me ndërhy në mes njerëzve, familjeve, xhamatit, se ke lidhet edhe me xhamat. Nëse ka xhamat që nuk folin me zveti për shembull. Është hiç janë kujto familje, po kanë cakarru diçka. Edhe vjen Ramazani, shkon Ramazani, nuk ja lën shej hiç, problem është. Ngelet pezull. Në ashtu kem vepra pak, edhe çdo vepra me mos me na pranu atje për shkak si kam plotsu, është rrezikshme. Andaj me pas kujdes të dashur vëllezër. 3. Në ditën e gjykimit, njëra ndër të lashët më të mëdha që kanë me pas njerëzit është kalimi i urës së Siratit. Kalimi i urës së Siratit. Në çdo rrugë të gjona, 2 troshe, 4 troshe dhe kërgjena ato bo për ditë. Gjënë, mirë pa atje, e dini qësh është, me më presë se shpata, me hodhë se qimja. Subhanallah, që të kime hecë, kime kalu, është testi madhë dashur të zërë. Por, ka thonë profeti selam, ko me pas besimtar njerë cilat kanë me kalu shpejt si kurse vetë tima. Qysh vetën? Frashap, kjo si rezultati veprave të mira që kanë. Dhe ka me pas pastaj të tjerë, ecë një hap, nolet, rëzohet pak, si pasë të lasheve gjënohë është në radhë. Mirë po, aja që përna duhet, thot para urës e Siratit, në të dy anë të Siratit që shka në hadith, qëndrojnë profetet Allah azza wa jall, pejgamberet. Ata kanë vetëm një dua. Ata peshojnë atje poshtë. Nërë Siratit dini kush është? Nërë Siratit është xhenemi. Për du të me kalu me do në xhenet. Profetet Allah azza wa jall në dy anë e urës e kanë vetëm një dua. Allahumma sallim. O Zot, pështoj. O Zot, ndihmoj. Veç kjo është doja profetëve. Dhe në këtë vend, të shëtë ka orë në një hadith, do të sillen emaneti dhe lidhja e familjes dhe farefisit. Dhe këto dy atash kanë me dëshmu, subhanallah. Edhe ashtu të lash.
Edhe ashtu vështirë. Edhe me arta është dikush që mundet me ta vështirësuar unë Zot, me ta kompleksuar dhe ma tepër këtë moment, është rrezikshme. Kanë mosill për shkak të rëndësisë që kanë emaneti dhe lidhja e familjes. E ke ruajt emanetin. Emaneti është i gjon. Emanet është puna, emanet është familja, emanet është kur dikush beson diçka, është i gjon, është temë veti. Por e kom besnik. E ke ruajt emanetin dhe kundët Allah në ruajt dhe mbajtja lidhje e familjes. Këto dy tash ose kanë me thonë o Zot, te na që ta dy në rregull, ose që ky është në rregull. Kalo. Dhe mundet me thonë o Zot, filoni këtu e ka pas notën e mirë. Allah na shtoft, na ndihmoft. Dhe e katët e dashur lezër besimtar, një hadith jashtëzakonisht i qartë, i prerë dhe i rrezikshëm se mund me thonë. Hala ka i mëd. Këto veprat i lënë Allahu dosjen, thot nashta nreqen të siratin, nashta ja bën dyqysh, thot profeti alayhis salam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Nuk ka me hynë gjennet ai që i ka shkëput lidhjet familjare dhe farefestare. La yadkhulul janna. Pra, jo që është për besimtarë. Mirë po, për shkak të mëkatit të madh, tash duhet fillimisht nuk hin, duhet me qiru hesabet, nëse s'kan mujt më ndrejsh këtë dynja, atëherë duhet më ndrejsh para Allahut azza wa jall. Dhe secili mja kthy hakun tjetrit. Tash vëllezër, kjo fe na ofron, na thret më ofru, na thret më dash me zvete, jo vetëm me tonin, po edhe me ato që se ki kur gjë. Innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. Na thret më dash, më ndihmu, më bashku, më vizitu, më dhe na ndalon rrepetësisht që me kthy shpinën njëri tjetrit, në përgjithësi besimtarëve e në veçanti atyre që i kemi edhe rreth familjar e farefis e kështu me radhë. Allahu na vëdësoft, e na përmirësoft, e na falë shimet e gabimet, e na ruajt prej atyre veprave që Allahu azza wa jalla nuk është i kënaqur me to. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.